Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Po e fillojmë videon sot të rrugës. Siç po e shikoni nga titulli, pas gati 3 muajsh të shkoj prapë në Shqipëri. Më duket për momentin pak e çuditshme, sepse këtë herë do jetë ndryshe. Por po e marr me pozitivitet që do shikoj prapë mamin. Edhe gjitha kështu. Prandaj, sot, para se të shkoj në aeroport në orën 23, dola në qytet të marr disa gjëra që më duhen dhe disa gjëra që mi ka kërkuar mami. Nuk kam në fakt një çantë shpine që të bëj gati valigjen, sepse më është prishur, edhe këtë gjë do marr sot. Pastaj mami do patjetër një tigan për të bërë krepa, sepse ma ka parë mua dhe normalisht që gjërat e blera në këtu, sipas asaj janë shumë herë më të mira se atje. Kështu që nuk do ja prish, pa çka se nuk është se kam shumë qejf të zë vendin me një tigan. Por mami meriton çdo gjë. Dhe një tigan nuk është asgjë. Kështu që hajdeni me mua. Ardhur te ky dyqani Kik, që ka shumë gjëra. Edhe po mendoja të merrja 2 nga këto, sepse janë edhe klasike. 12 euro secila, nuk i tham. Dhe ka edhe kështu me ngjyra, po ato mund t'i mbajnë të 2 me Stefanin. Pas ka edhe kështu, dhe nuk që kanë shtrenjt. Po unë për momentin kam vetëm çanta kurizi, kështu që nuk më duhen të tjerat. Dhe një kështu s'do ishte keq. O sa e butë. Okej, i mora dhe mamit 2 rollera për të hequr qimet e maceve. I kam porositur dhe një në Amazon, po që nëse nuk do më vi ajo, kam dhe këto. Ups. Besoj këtu njërë për njërë mbaruan. Sa të bukura këto lullet. Kurse më duhet gjë tjetër. Në mos gaboj. Jo, okej, shkoj. Blerjen fillestare e bëra. Mora pra, si që ja u tregova, këto 2 çantat e shpinës që ti kemi për Stefanin në çdo rast që do udhëtojmë. Zakonisht ja kemi huazuar shumë shpesh Sarës dhe Charlit, po erdhi momenti të marrim tonën dhe për kiamet, ngelesh pa martuar thonë, unë martova, po ngela pa çantë. Dhe mora këto të dyja, që janë për të hequr qimet, janë kështu si tip ngjitsi, edhe inshallah funksionon, ndërkohë që i kam porositur mamin në Amazon edhe një të mirë, një që ishte 17 euro, që është kështu që mund ta përdorësh vazhdimisht. Është çfarë i thon? Është tip krëri që i mbledh qimet, edhe pastaj mund ta pastrosh dhe ta përdorësh sërish. Mi po e mora këto të dyja, se nëse nuk do funksionoj ajo, se nuk e di si përdoret, mund të përdori për ca kohë këtu dhe pastaj t'ja tregoj se ku t'i gjej në Pogradet që t'i blej. Tani qëllimi im ishte të shkoj në qytet, se kam për të bler edhe tiganin për të bërë krepat. Po shumë ftohtë. Unë kam veshur një fustan trikotazh poshtë. Nuk e mendoj që do ishte kaq ftohtë, kështu që pas kam këtë shallin këtu në makinë dhe po e përdor këtë. Nuk kam ngjyrë fare në fytyrë, jam shumë e lodhur. Kam ngjyrë vetëm pak buzët që mos dukesh e sëmur. Edhe nuk është se jam e sëmur, por nuk e di. Më dhem koka vetëm në një pikë këtu, edhe po më streson shumë. Shpresoj që mos të më bëhet më keq në avion. Edhe që ta çojmë këtë rrugën mirë, se përveç se të shkoj në Tiranë, më bëri në orën 1:30, 2. Duhet bëj dhe rrugën deri në Pogradec,
plus themi 2 orë gjysmë natën, se mbase s'ka makina, s'ka semafora, s'ka trafik. Dhe duhet jem fit deri atëherë. Përveç se tiganin e mamit, si ta hedh që të më mbuloj sa më shumë ja kështu. Përveç se tiganin e mamit, më ka shkuar mendja, kam shumë kohë pa ngrënë kështu. Kemi parasysh patate të skuqura, po jo nga këto të McDonald's që janë kështu të holla, po patate të skuqura tamam kështu si patate furre. Edhe kam uri, kështu që mendova sa të shkoj të haj një burger, më mirë po haj ato patatet ose do marrë ndonjë sallatë. Dhe inshallah paguhet me kartë, sepse unë nuk kam asnjë lek kështu cash. Shumë gabim, gjithmonë nuk marr me vete. Sot që ka një fest. Festa e karnavaleve. Edhe njerëzit janë veshur çuditshëm. Për të qatë jetë rëgë. Se dhja duke gjë. Sa po kam ardhur në ndarjen e kuzhinës në një qendër tregtare do thoja. Edhe po shikoj që këtu pas kemi për krepa. I hëngra patatet, por nuk mundasha të bësha video sepse nuk është se ishte ndonjë temë interesante që duhet bëja patjetër video se patate njësoj duke në çdo vend. Po i hëngra dhe ndihem pak më mirë tani, sa herë që jemi të uritura në vajza, duhet patjetër të ham, se për ndryshe nuk e di pëlqet lufta, kështu që unë jam mirë për momentin dhe kam nerva të kërkoj për tiganin, ka kaq shumë, sa që unë nuk di diferencën. Duket si për krepa, krepa fane ja, kusot. Nuk qënë ka dhe shumë shtrenjt, qënë ka vetëm 18 euro. Po mami e ka të rëndësishme që t'ja qoj që nga Gjermania, kështu që kemi këtu, të shikojmë ndonjë tjetër. Basta diçka më të shtrenjtë, unë timin e ka marrë diku të 25 euro. Dhe mami t'i pëlqeu shumë tigani im. Ne po shikoj që përveç atij është dhe kjo këtu. Krepa fan, kjo është 25, është pak më e vogël. Pas kemi edhe këtë të madhe. Këtu 28, po kjo besoj është shumë e madhe. Kjo është madje më lirë, 15 euro. Ka mendoni të marrë këtë apo atë tjetrin? Tiganin e bleva. Kur t'jem në Shqipëri do t'i blej edhe një formë për kek, sepse ka filluar bëm shumë keka. T'ja qoj që këtu më duket pak e tepërt, se nuk kam vënd në qa, kështu që këtë këtu do t'a marrë, po kaq. Shkoni, me zi më gjitha në 4-4. Gjërat që bleva, më ka ardhur një porosi e pushimeve që do shkojmë në Borë. Edhe disa gjëra nga Amazon, do t'ja u tregoj për pak sa të marrë vetën. Okej, para se të bëj gati valigjen për në Shqipëri, doja t'ju tregoja se çfarë kam porositur dhe çfarë më ka ardhur. Gjëja e parë që kam porositur është ky aparati këtu, që është një aparat për lagështirën që keni në shtëpi, për shembull në dhomat e gjumit ku ne nuk e lëm për shembull ngrohje ndezur dhe ndonjëherë mbase edhe harrojmë të lëm dritaret hapur edhe të ajrosin dhe një aparatur për ajrosjen si kjo është e nevojshme, sidomos ne që kemi macë nuk mund t'i lëm dritaret shumë të pa kontrolluara hapur, sepse luk një herë deshu holl nga kati 4 dhe tani duhet të bësh kujdes. Okej, dhe kjo është aparatura dhe lagështia nga ajri konvertohet këtu në ujë
edhe ujë, pastaj thjesht e derë. Kështu që thithet ajri i lagur, tërhiqet ujë nga ajri i lagur nga lagështira, pra. Edhe ja ku e kemi marrë në ngjyrën e zezë, sepse do ta vendosim në dhomën e gjumit. Kështu që është shumë mirë. Këtu pastaj kam kam porositur për Stefanin. Kam porositur për Stefanin, ne kemi një kështu roller quhen këto? Që po, roller që është elektrik, siç janë në Tiranë, që ecën. Edhe Stefani ju qa goma, se me ato po ike në punë për momentin, kështu që i mora 2 gomine. O zoti madh, vërtet jam vajza një mekaniku, por me fjalorin gomina për rotat që ti ndryshoj. Këto ishin 10 euro, nuk ishin shumë, dhe kjo këtu ishte ajo që ju thash që ka marrë për mamin. Si ta hapim këtë? Se po nuk bëri si ta kthej. Okej, do ta provoj në Shqipëri. Këtë e ka marrë për mamin. Shikoni si është. E fërkon kështu. Pastaj e shtyp diku këtu. Ose ka ndonjë buton, okej, ka një buton këtu, pudrën, siç e shikoni, edhe e lëshon leshin që kam mbledhur jashtë, pushin. Kështu që i kam gati. Pastaj këto janë blerjet nga që i kam marrë në Shein. Kisha shumë kohë, mbase vite që nuk bleja më në Shein. Dhe mora disa gjëra të vogla që t'i kem për udhëtimin ton në Bullgari. Kështu që këtu i kam, dhe mbase do ta bëj hollin në një video të veçantë, sepse tani do ngatroshin shumë gjëra me njëri tjetrin. Le të bëjmë gati çantën për në Shqipëri, dhe ju tregoj çfarë do marr me vete. Ora është 5, po shkoj. Unë së shpejti do filloj të gatuaj supën, sepse sot do nisemi në orën 8 për në aeroport, dhe kemi kohë që Stefani të vinë nga puna edhe të ham supë, edhe ushqim bashk. Jam pak e emocionuar që të shkoj në Shqipëri, nuk e di a e kuptoni, po prek duart, po kruaj, sepse do jetë pak ndryshe. Këtë herë, për fat keq. Gjithsesi jam e lumtur që po shkoj për mamin, për motrën, edhe për të rimarr pak veten. Të shikoj motin se sa ftohtë do jetë në ditët në vazhdim, si do jetë moti, në mënyrë që të marr edhe gjërat që më duhen vërtet edhe që më bëjnë punë të ngrohta apo jo shumë të ngrohta, kështu që po kontrolloj motin. Komplet pa fatëm, se shikova motin dhe unë po gëzohesha të shkoja disa ditë me dje, të dilja të pija kafe në liqen. Shi edhe ftohtë, s'kam fare fat. Gjithsesi mora mami në telefon që ta pyesja, edhe që t'i thosha që a kam rroba shtëpia aty, në mënyrë që të marr vetëm rrobat për të dalë. Edhe rroba shtëpie, tha mami, ke këtu sa të duash, edhe këpusta, mos merr asgjë. Kështu që unë këtë radhë do jetë një ndër të vetmet herë që nuk do ta mbush çantën sikur po shkoj në luftë, dhe nuk do përpiqem të mashtroj ujëzerin duke marrë më shumë çanta se që më takoj. Kam marrë një bluzë të thjeshtë. Një bluzë të thjeshtë. Bashkë me një palë pantallona. I kam marrë kështu me veshje, kam marrë një fustan të zi. Se mbasa dhe dalim. Një qik. Kam marrë një fund lëkure bashkë me një golf të thjesht të zi. Këtë radhe nuk e kam fare mendjen të marrë në një gjithë mirë për të dalë. Vetëm këtë do me thënë, këtë fustankën e more, se sa e kam marrë të Zara dhe si e kam nxjerrë qefin. Dhe mendova që mund ta vesh me një këmishkë, ose dhe me golfin e zi, e bashkë me këtë këmishën, kam edhe një palë pantallona, po ashtu të zeza të Zarës, edhe kaq do marr. Pastaj do marr ndonjë gjë të vogël me i kapi. Të brëndshme patjetër.
edhe tiganin e mamit, se pakta nuk më qas në shtëpia jo mua. Ashtu dhe. Nuk është të kam dojnë një gjë tjetër, pra rroba për shtëpi nuk do marrë, të fut tani vetëm të brëndshmet. Mos t'i harojmë edhe këto e zeza, se më vravi. Edhe jam gati, po gatuaj tani supën për Stefanin. Edhe në orën 8 do shkoj të marr Sarën, se këtë herë do vi dhe Sara në Shqipëri. Edhe gati. Tani le të bëjmë supën bashk. Edhe në orën 8 do nisemi. Do shkoj në orën 8 pa një çerek, të nisem për të shtëpia Sarës, të marr atë, të ngarkojmë çdo gjë edhe shatë na shkoj rruga mirë, se në 2025 kemi dëgjuar o zoti madh sa shumë gjëra për këto avionet që janë rrëzuar dhe kam pak frikë. Mirë po, Shqipëria jako është 2 orë. Nuk besoj se do kemi ndonjë problem. Lea, rehati aty? Okej, në fakt, nuk gatova asnjë gjë, sepse Stefani tha sa të harxhosh kohë duke gatuar, bëju gati shpirtërisht edhe fizikisht për në Shqipëri, edhe unë do sjell disa pite nga dyqani, edhe unë ndjeva një qikej sepse ishin gjërat e pashëndetshme, mirë po, nuk mund t'i themi gjithmonë jo. Atëherë unë po shkoj të marr tani dhe Sarën. Do shkojmë shumë shpejt tek vëllai, sepse ka dhe ai për të më dhënë porositë e veta për mami. E kuptoni vetë ju. Edhe pastaj nisemi për në aeroport. Ja, dhe ku jemi si gjithmonë në Frankfurt Han, gjithmonë është shi dhe erë. Nuk kam qenë kurrë në një ditë të mirë këtu. Po. Edhe këtu rrugës takuam edhe shoqen ton. Ja dhe tjetra. Ti mos më tako këtu. Nuk e nga shtëpia. Po, do presim atje jashtë. Moj skefto të ti. Ua, shikoni kush është e reja në grupin ton. Ne plakat këtu. Sa po arritëm në Tiranë. Tani po pres që të dali dhe Sara nga avioni. Udhëtimi shkoi shumë mirë. Do me thëmë po qka moti që ishte shumë me trazira. Çdo gjë shkoi okej. Mirë po u vonuam gati 20 minuta në nisje dhe ora është 2. Duhet kishim ardhur në orën 1 e pak. Kemi tani dhe do shkojmë të marrim makinën dhe 4 orë rrugë. Se kam gjupën e saj e të qanta. Okej, po hajde po. Gjithmonë nuk i kem nga hotelishti për në Pogradec. 4 mëngjesit më bëja. Kur e solla Stefanin këtu, çfarë do hash ti këtë? Në saj edhe nisi ata të mëjnë. Si ata burrat e me kamionë, shoferat e kamionëve. Shikon neve dhe bosh. Ku janë njerëzit? Sa po mbërrita në shtëpi. Direkt ushtriva, nuk kemi hequr, nuk kemi ndruar as rrobat, hiç. Direkt ushtriva pak për të fjetër se nuk e di. Shumë e lashme. Në orën 2 arritëm Tiranë. E në orën 5:30 Pogradec. Kështu që mirë mëngjes dhe aty thoja. Do fle dhe një orë. Dhe pastaj kemi qa programin e ditës. Unë jam e vdekur për sot herë. Nuk funksionoi hiç. Mi kush të ka ardhur? Ka ardhur goca. Sa po kemi dalë për të shijuar kafen e mëngjesit, jemi të dyja, oqe. Koha shumë e bukur, pa çka se tha që do bjerë shi. Unë jam shumë e lumtur, kemi mbyllur disa punë sot, kemi çuar macën për ta bërë synet. Edhe do shijojmë kafen këtu në turizmi me këtë motin fantastik. Shumë bukur është mot.
Zemra ime. Të vdesëm për ty, më falë. Më falë, Gjeri, më falë. Zemra ime, më falë. Ka i se mërë sapo po zgjohet nga... Qa quet? Gjumi. Nga gjumi, po amnestezi, qa ishte? Ja... Kastore. Kastrim. Edhe mami po jep shumë pak në dorë që ta ndjej aromën edhe ta haj. Po japim shumë pak se nuk është zgjuar komplet, po nga që ka shumë pa ngrënë. Që të marrë një çik forcë. Në fakt, këtu në Pogradec, çmimet ishin fantastike që më bëri shumë përshtypje. Në Tiranë, Tomi që kemi bërë vjet kastrim, ka qenë 3 fishi i çmimit. Prap, okej, është më lirë se në Gjermani, por ishte diku te 100 euro, 100.000 lek, ose 110. Kurse këtu me gjithë ilaçet dhe me gjithë trajtimin ishte 35, do me thënë 3.500 lek të reja. Kështu që kur e pash 3.500 lek të reja, thash, shika si hyn Tomi. Thash, okej, do me thënë u hapita. Edhe, do me thënë një ndryshim kaq i madh, sepse Tirana nga Pogradeci tani nuk është se janë, nuk e di me mira kilometër larg. Gjithsesi, ju për shembull, hajde bëjni macet kastrim në Pogradec. Çdo gjë mami mjafton, mendoj që nuk do më. Tomi. Nuk ka fshon? Ja, nuk të ka fshon. Më duket se e mori veten dhe Gjeri, se deri tani po ecë si i pirë. Sa dëgjovi zhurmën e ushqimit? Ja, shikoni si ecë. O, zemra ime. Gjeri. Pak shtrembë. Do rregullon. Forsa. Si ndihesh mami që e bëre çunin e vogël? Shumë mirë. Ne shkutova dhe më përshësit me lopë, ta një pashmirë. Ja, kërë dhe Tomi, Mama. Motra? Dita vazhdon kështu, motra sa po erdhi nga puna dhe do dalim të ham një ëmbëlsirë mbase në pasticeri Tushi që është një must. Sa herë që vi në Pogradec do shkoj patjetër. Kështu që pasticeri Tushi do jetë ndalesa jonë e radhës ku do shijojmë një kafe edhe një ëmbëlsirë me motrën edhe me mamën. 3 leçe do marr. Ose do një krep. Gjithmonë 3 leçe, Ose krep, mund të shkojmë te ajo kreperia që është atje në bulevard. Do ju lajmërojmë ku do shkojmë. Ky është i famshmi Tushi që do na japi për të ngrënë. Okej, dhe kështu ta mbyllim videon me mamin dhe me motrën. Do shkojmë në shtëpi tani. Mami ka bërë dredhanik, mbase do t'ju tregoj kaq pak operacioni i Maçokut shkoi shumë mirë. Kështu që çdo gjë e kemi vendosur në vije sot. Shihemi në videon tjetër. Ciao!